Rreth 10% e popullsisë në vend vuajnë nga sëmundje të veshkave, ndërsa 160 pacientë janë në listë aktive që presin transplantim të veshkës. Institucionet shëndetësore njoftojnë se po punohet në përmirësimin dhe lehtësimin e transplantit të veshkave dhe se është duke u përgatitur një ligj i ri. Me këto ndryshime po zgjerohet rrethi familjar që mund të dhurojnë veshka si donator të gjallë. Жена може да донира на сопруг, но прв братучет не може да донира бидејќи е четврто колено. Токму во таа насока се тие измени да се направи делови во живата трансплантација, каде што ќе се зголеми прагот, односно колената кои што ќе може да трансплантираат, ќе бидат донори на бубрек на самите пациенти на кои што им е потребно. Така да во таа насока, во однос на тоа кое колено може да донира, тука се прават тие законски измени за живата трансплантација. Koordinatorja nacionale e transplantit theksoi se shpesh shfaqen probleme edhe në raste kur bëhet fjalë për donator të vdekur, pasi familjet fillimisht japin pëlqim, por më pas kur gjithçka është gati në sallë operacioni, ndryshojnë mendje. Ajo bëri apel për ngritjen e vedijes për dhurimin e organeve, veçanërisht nga donatorët e vdekur. Апелираме секој да си размисли за себе, пред се за себе, да разговара со своето семејство, да го искаже својот став во однос на органодарителство после смртта. Нема ништо поблагодарно и поблагородно од тоа да се спаси човечки живот во момент кога еден човечки живот. Ministri i Shëndetësisë Aliu shpreson se deri në fund të prillit ligji do të jetë gati dhe do të votohet në kuvend. Мислам дека законот до крајот на април ќе биде веќе завршен како процедура и во парламент и ќе биде изгласан, и ценам дека после тоа со таков тип на пристап мислам дека ќе треба да биде олеснет тој пристап до донор. Në Maqedoni rreth 85% e pacientëve me insuficiencë terminale renale trajtohen me hemodializë, ndërsa rreth 15% me transplantim të veshkave. Me këtë rast u bë një apel për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e transplantit, si një akt që shpëton jetë dhe përfaqëson shprehjen më të lartë të solidaritetit njerëzor.